Ndërkaq, për të mbetur pak te korrupsioni... Por më falë, për të nënvizuar vetëm këtë fakt, për policinë e shtetit, aju përpoq edhe ditën e sotme, duke ritheksuar faktin që ka një pjesë, janë disa ish antarë të policisë shtetit pra në gjitha nivelet, përfshi edhe drejtues të lartë saj, cilët janë subjekti hetimeve të SPAK, apo janë persona që janë në masa sigurie si pjesë grupeve kriminale, apo si bashkëpunëtor direkt me grupet kriminale, nënvizoj faktin që në policinë e shtetit absolutisht këto janë vetëm një pjesë dhe ka një pjesë shumë të shëndosh, djemë dhe vajza tha Zoti Dumani që ushtrojnë me përgjegjshmëri dhe ndershmëri punën e tyre dhe zbatojnë ligjin çdo ditë. Por Dumani ka pranuar që korrupsioni nuk është ulur, madje është sofistikuar. Le të ndjekim një pjesë të fjalimit të sotëm të Dumani dhe më pas e komentojmë në studio. Për shembull, në rastet e korrupsionit, të ralla janë rastet kur është komunikimi drejt për drejt mes atit që jep dhe atit që merr. Tashmë për përfunduar paraja të xhepi i subjektit, i cili në këtë rast është një zyrtar publik, krijohen disa mekanizma, krijohen disa persona juridik, persona fizik, transakcion pas transakcioni, transakcion pas transakcioni, për të humbur gjurmët dhe pas një procesi dhe një zinxhiri transakcionesh paraja përfundon tek autori i veprës penale, te zyrtari publik. Dhe këtë kemi thash nga hetimet konkrete që kemi patur që na e kanë provuar këtë gjë. Janë bërë më të sofistikuar, siç kemi thënë, përdorin këto skema për të humbur gjurmët e paras. Mali, çfarë specifikisht i referohet Altin Dumani kur thot krimi është sofistikuar? Si do ta kuptojmë këtë? Në fakt besoj se Zoti Dumani e tha në një gjuhë mjaftueshëm, po themi të përtypshme dhe të kuptueshme, pikërisht këtë skemë, e them në fjalë thjeshta, këtë skemë që përdoret tashmë me sofistikimin e korrupsionit, sofistikimi dhe janë novator, po citoj korrekt vetëm termin që përdori Zoti Dumani, pikërisht personat që përfshihen korrupsion, përfshi zyrtar të lartë, janë bërë novator, duke shmangur formën klasike ku qytetari i interesuar apo personi i interesuar e kontakton direkt zyrtarin dhe i jep shumën e parave, rishfetin, atë që në gjuhën juridike konsiderohet si përfitimi i paligjshëm. Ajo që po ndodh tashmë dhe ajo çka SPAK ka vërejtur përmes hetimeve që ka në duar, që ka përmbyllur apo që ka në zhvillim e sipër, është pikërisht fakti se për të korruptuar zyrtarëve të lartë, për t'ju dhënë zyrtarëve të lartë shtetëror, funksionarëve shtetëror rushfet, përfitim financiar të paligjshëm, gjendet pra kjo mënyrë, ndërtohen disa entitete, pra shoqëri tregtare, subjekte juridike, që futen në marrëdhënie me njëra tjetrën, transaksione nga një kompani tek tjetra, nga një shoqëri tek tjetra, për të krijuar kështu disa zigzake, po themi, nëpër shoqëri të ndryshme, transaksione të ndryshme nga një shoqëri në tjetrën përmes sistemit bankar gjithmonë, duke bërë kështu edhe të pamundur gjurmimin pra të lëvizjes kësaj shumë parash, por që sipas Zotit Dumani dhe sipas hetimeve ku ai merr shkas, stacioni fundor në gjithë këtë skemë të koklavitur, të ngatëruar, është pikërisht zyrtari që merr rishfetën dhe merr përfitimin e paligjshëm. Do nënvizoj që të paktën skemat ngjashme apo si kjo që Zoti Dumani tregon, edhe pse kreu i SPAK nuk përmendi raste konkrete, folim parim dhe ato çka kanë konkluduar si funksionon, por skema ngjashme, të paktën është në skemat e incineratorëve, pikërisht përfitimi i paligjshëm që ish-ministri i mjedisit Lefter Koka dyshohet të ketë marrë, është bërë pikërisht përmes pagesës disa faturave tek disa shoqëri tregtare që kontrolloheshin nga njerëz të afërt familjar apo jo familjar për lidhje të ngushta me zotin Koka. Po ashtu në rastin e dosjes 5D dhe pse pak më ndryshe, apo edhe rasti hetimi zhvillim e sipër që është ndaj kryebashkiakut Tiranës, pikërisht dyshimet e SPAK të paktën janë që përfitimet e paligjshme qoftë kryebashkiaku edhe bashkëshortja e tij kanë marrë pra pikërisht përmes disa transaksionesh, kalimesh në shoqëri ndryshme tregtare apo organizata jo fitimprurse, me një qëllim të vetëm është duke humbjen e gjurmëve dhe patjetër sofistikimin dhe bërjen të pagjurmueshëm dhe të padekriptueshëm nga ana e prokurorisë.
Mirë, ne jemi në fushatë zgjedhore mande dhe krimi zgjedhor është kryefjalë gjatë kësaj periudhe dhe SPAK përmes Task Force-s do të shërbejë si gardian i këtyre zgjedhjeve. Çfarë ka shprehur konkretisht Domani për krimet zgjedhore dhe si e ka shprehur ai garancinë për ta parandaluar krimet? Në termat e SPAK, garancia e integritetit dhe një procesi të drejtë dhe pa abuzime ligjore në 11 maj është pikërisht ajo task force që u përmendët, pas miratimit të një strategjie për parandalimin por edhe hetimin e krimeve zgjedhore. Në bashkëpunim SPAK do të bashkëpunojë ngushtë edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por njëkohësisht edhe me Prokurorinë e Përgjithshme. Një lloj bashkëpunimi dhe një task force ndërtuar në thelb me 12 njësi të shpërndara në 12 qarqe të vendit që koordinohen nga një njësi tjetër në strukturën e posaçme. 3 prokurorë, përfshi zotin Domani, do të jenë të përqendruar në strukturën e posaçme dhe do të bëjmë, po themi, një mirë koordinim të njësive në 12 qarqe, njësi që kanë në përmbajtjen e tyre prokurorët prokurorisë posaçme. Një pjesë e madhe e tyre kanë vetëm nga një prokuror në këto grupe hetimore në terren, ndërkohë që në vende që konsiderohen nga SPAK si problematike do të ketë më shumë se një, pra do të ketë nga 2 prokurorë, cilët bashkëpunojnë me autoritetet lokale, policinë e vendeve lokale, por njëkohësisht edhe kanë në këto grupe hetimore antar agent byros kombëtare të hetimit, presin denoncime qytetarësh, do të marrin denoncime qytetarësh, do të kryejnë veprime hetimore në terren me metoda speciale, pra vëzhgime apo përgjime ambientale apo edhe telefonike apo të pajisjeve të tjera. A shpjegon Domani se çfarë ka bërë deri më tani? Në rastet ku konstatohen gjithmonë. Sepse opozita thotë që SPAK deri tani task force është inekzistente. Deri tani zoti Domani përmendi vetëm faktin që pjesë e kësaj task force dhe pjesë e kësaj ndërmarrje të SPAK për të garantuar një proces të rregullt zgjedhor dhe ku të mos ketë krime zgjedhore të shqipderjes votës apo të korrupsionit zgjedhor, të premtimeve financiare apo të premtimeve me vendpune, me punësime apo me gjithçka tjetër në këmbim të votës, duke deformuar kështu vullnetin e qytetarëve. Ajo çka zoti Domani tha ditën e sotme ishte pjesë e kësaj skeme, pra është edhe vendosja e një numri në faqen e SPAK në internet, në web, ku qytetarët mund të denoncojnë, por njëkohësisht edhe një kategori denoncimi në SPAK. Çdo qytetar në momentin që futet në spak.al, në faqen zyrtare të SPAK, i shfaqet në ballin, i shfaqet një kategori që thotë denonco krimin zgjedhor. Dhe me një klik aty më pas hapet një formular ku çdo qytetar mund të plotësojë dhënat e tij dhe të denoncojë çdo rast të dyshuar apo çdo informacion mbi një krim zgjedhor që është kryer apo që është duke u kryer. Dhe po ashtu në këtë kategori ka mundësi të ngarkoj foto apo të ngarkoj video, të gjitha këto në shërbim të provimit të asaj çka po denoncojnë, që vlerësohen më pas nga grupet hetimore, nga grupi në bazë, po themi, në SPAK dhe për të koordinuar veprimet hetimore. Ditën e sotme zoti Domani përmendi vetëm këtë pas bardhur më shumë, nëse ka pasur apo s'ka pasur, po heton apo s'po heton, pohoj vetëm faktin që pikërisht pra në portalin në web të strukturës posaçme kanë mbritur denoncime nga qytetarët dhe janë duke u vlerësuar nga grupet e punës në terren. Madje falenderoj shumë. Pasi vetëm për ta përmbyllur, pasi edhe në strategjinë e nënshkruar e miratuar nga SPAK, nënshkruar dhe nga 2 institucione tjera, Prokuroria e Përgjithshme ndjes edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po ashtu shikohet edhe rreziku se mund të ketë abuzime, pra nga palë kundërshtare në procesin zgjedhor, mund të ketë denoncime abuzive sa i takon krimeve zgjedhore, kështu që konsiderohet një nga sfidat e SPAK në këtë ndërmarrje të saj, por gjithsesi, sipas zotit Domani, grupet janë tashmë në terren, prej 11 prillit grupet janë shpërndar ose të paktën përfaqësues të SPAK, agent byros kombëtare të hetimit, janë shpërndarë në gjithë territorin e vendit dhe se të gjithë ata që mendojnë të përfshihen krime zgjedhore në mënyrë direkte apo indirekte, duhet ta kenë qartë që në çdo moment mund të jenë edhe në nënvëzhgimin e SPAK. Mirë, Mandi, unë të falenderoj shumë, sepse për gjatë këtyre minutave ne arritëm që të risillim edhe një herë një përmbledhje të raportit të prezantuar sot nga kreu i prokurorisë së posaçme Altin Domani.